Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar qytetar të Prizrenit, aktivist e përkrahës të lëvizjes vetëvendosje. Bashkimi Demokratik, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, NDS-it, Listës Guxo, Alternativës, Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, mirë se keni ardhur në këtë tubim përmbyllës. Këtu në zemrën e qytetit tonë në Shadërvan. I nderuar kryeministër i Kosovës Albin Kurti, kryetari i ardhshëm i komunës së Prizrenit Artan Abrashi, kryetari i Tetovës Bilal Kasemi, zonja Emilia Rexhepi, Besnik Krasniqi, Arbër Rexhaj, Albert Kinolli, Haxhi Avdyli, Mytaher Askuka, Erxhan Galushi. Sonte jemi bashkuar për të kurorzuar një fushat të dinjitetshme, të ndershme dhe plot energji. Një fushat që dëshmon se ndryshimi vërtet nuk është vetëm një premtim, por është edhe një realitet që po e ndërtojmë çdo ditë me punë, me përkushtim, me dashuri për qytetin dhe për vendin tonë. Prizreni, qyteti i kulturës, i bashkëtesës dhe i historisë sonë, po e mbyll këtë garë me krenari, me vizion, me ide dhe me njerëz që duan këtë vend me zemër. Tani, për të filluar këtë mbrëmje të jashtëzakonshme, me ne është njeriu që me punën e tij, vendosmërinë dhe vizionin e tij ka sjell drejtësi, zhvillim dhe dinjitet për qytetarët e Kosovës. Ai që çdo ditë dëshmon se qeverisja mund të jetë ndryshe në shërbim të njerëzve dhe qytetarëve tanë. Kryeministri i Republikës së Kosovës, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, zoti Albin Kurti. Fjala për ju. Të dashur qytetarë të Prizrenit, zonja e zotëri, motra e vëllezër, të nderuar koleg nga Kuvendi i Republikës e nga Qeveria e Kosovës, asamblest në Kuvendin Komunal këtu në Prizren, të dashura familjet dëshmorëve, veteran e invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuarisht burgosur politik e veprimtar të çështjes kombëtare, të rezistencës paqësore e asaj të armatosur, të nderuar mysafirë që na jeni bashkangjitur në këtë tubim madhështor, kur na ndajnë vetëm 2 ditë, apo për të qenë më të saktë vetëm 1 ditë e gjysmë,
para balotajit këtu në Prizren që duhet të nxjerrë e do të nxjerrë fitues kryetarin e ri me numër 105 nga lëvizja vetëvendosje Artan Avrashi. Artan Avrashi vjen nga një subjekt ku ky ka qenë qytetar aktiv e aktivist politik, ku ky ka qenë asamblejës në kuvend komunal e deputet në kuvend Republikës, dhe ku ky do të bëhet kryetar i komunës Prizrenit, këtij kryeqyteti kulturor e historik tonin. Qeveria e Republikës ka qenë për Republikën, por ka qenë edhe për komunat mbar. Qeveria që e udhëheq unë, para 4 viteve, ka trashëguar një buxhet për vitin 2021, që i patndar 547 milion euro për komunat e Kosovës. Ndërkaq buxheti që e kemi miratuar në qeveri, e kemi dërguar në kuvend, për vitin e ardhshëm 2026, parashë buxhet prej 868 milion euro për komunat e Kosovës, apo një rritje prej 59% krahasu me para 5 vjetëve. Jo e dini që në qeverisje dashuria tregohet edhe me buxhet, sidomos me buxhet, pra rritja e buxhetit të shtetit alokuar komunave të Kosovës është ngritje për 5 vjet për 59%, jo për 5%, jo për 9%, jo për 15%, jo për 19%, po për 59% qeveria jon e juaj e Republikës ndonë ma shumë për komunat vitin e ardhshëm se para 5 vjetëve. Kjo është ai transformimi i madh të cilën ne kemi bërë duke kthyer vëmendjen ka komunat e Kosovës. E në veçanti në Prizren, ndërtimi i rrugës Prizren-Prevall, një projekt që lidh fshatrat me qytetin, duke sjellë zhvillim dhe mundësi të reja për gjithë. Në rajonin e Prizrenit, për më pak se 4 vjet, i kemi asfaltuar më shumë se 100 km rrugë. Me qeverinë e Republikës Shqipërisë, kemi ndërtuar bashk rrugët Gorozhub-Pogaj, Kërstec-Pakisht, Zapod e Dobrum-Blinisht, që na ofrojnë me Shqipërinë e që na e bashkojnë hasin e përbashkët. Me qeverinë e Maqedonisë Veriut, kemi filluar rrugën Prizren-Tetov, që do të bëj Prizrenin qendër rajonale dhe do të bashkoj shqiptarët në të 2 anët e maleve të Sharrit. E më këtë rast më lejoni që në emër të gjithë juve ta përshëndes Bilal Kasëmin dhe t'ja uroj fitoren me rastin e rizgjedhjes kryetari komunës Tetovës. 13 milion euro për renovimin e tërësishëm të stadiumit për Paremthaqje Ndar, për një stadium modern me mbi 7700 ulse. Prizreni ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes sonë, prandaj edhe i kemi investuar 4.7 milion euro, shumë më tepër se i gjithë buxheti i vitit 2021 për trashëgimi kulturore, pikërisht për shkak se këtu kemi kulturë e trashëgimi si rrollkun tjetër. E gjatë qeverisjes son, gjithashtu 300 metra larg prej këtu, kemi zbuluar nëpërmjet kërkimeve arkeologjike që Prizreni është 8 shekuj më i vjetër se sa që kemi pandehur më herët. E në këtë vend të lasht e kemi ndalur degradimin e monumenteve dhe i kemi vënë ato në shërbim të komunitetit dhe ekonomisë lokale. Projektet tona përfshin rijetësimin e rrugës Marim Barleti dhe restaurimin e 10 shtëpive tradicionale brenda qendrës historike të Prizrenit. Ndërto edhe shtëpitë e familjeve Bardhi, Lokfica, Kabashi, Kirajatani, Vetimi, Muniku, Sokoli e shumë të tjera. Po ashtu janë përfunduar punimet në konzulatën austro-hungareze dikurshme, kinemon e par, hamamin e Gazi Mehmet Pashës dhe qendrën kulturore hebraike. Puna vazhdon në 10 monumente të tjera anë mban vendit, përfshirë edhe 1 milion euro
në kinemon Lëmbardhi. Në Prizren flasim me projekte dhe plane. Tuneli i Bajrit dhe rruga ITP ku ka qenë këfori Gjerman, Marash 1.3 km do të bëhen. Trafiku ullet deri në 40%, kjo do të thotë më pak pritje, më pak stres, më shumë dinamik, qytet që funksionon 365 ditë në vit. Kjo është përgjigja jonë ndaj problemit të përditshëm të fyteve të ngushta e të ngjecjeve në qarkullim. Me prioritet rrugë të rregulluara, ujësjellës dhe kanalizim funksionalit qëndrueshëm, mbështetje për tret dhe grad, zhvillim ekonomik dhe turizëm kulturor. Le ta themi haptazi të nderuar pjesëmarrës të tubimi. Prizreni ka pasur boll improvizime në këto 4 vjet. Boll rreth ngushtë, çështje meqshetarafësh. Qyteti ka nevojë për rregull, për plan, për drejtësi urbane. Hapësira publike, vend për ecje, lagje me cilësi jete. Shërbime që funksionojnë pa sorollotje, pa të njohur, pa dosta, prandaj administrata komunale do të jetë efikase, sepse do të jetë digjitale dhe do të ketë llogaridhënie e transparencë. Me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje dhe me Artan Abrashin kryetar, qerdhet dhe shkollat do të kenë kuzhina qendrore, mësim gjithditor dhe laborator modern. Fëmijët do të kenë ushqim të shëndetshëm e kushte të dinjitetshme për të mësuar. Familjet në nevojë, nënat dhe personat me hapësi të kufizuara do të kenë mbështetje të drejtë për drejtë dhe të përhershme. Le të bëhemi bashkë pra për ta kthyer Prizrenin në qytet të punës së kryer. Transport publik që qarkullon realisht, investime në arsim që duken në klasat e shkollës në ngritjen cilësore edhe të mësimdhënies edhe të mësimdhënies, infrastrukturë që e hap rrugën për zhvillim, mundësi për djemt dhe vajzat, hapësirë për biznesin lokal, me që rast pikrish me neve do të bëjmë edhe zonën ekonomike të Prizrenit në mënyrë që të rriten investimet dhe të rritet jo vetëm punësimi, por edhe produktiviteti e pagat në sektorin privat, sepse ekonomia e Prizrenit ka mundësi shumë të mëdha se sa kjo që është aktualisht. E për këtë na duhet një kryetar në Prizren, i cili qeverisë qendrore ku jam unë i bën kërkesa e jo ankesa. Një kryetar i cili nevojat e juaja i shndron në obligime për qeverinë, këtë kryetar e kemi gjetur në mesin tuaj, Artan Abrashi. E me këtë rritje të qarkullimit e të investimeve me zonën ekonomike me park industrial brenda, edhe turizmi do të shtohet. Turizm pra që funksionon 365 ditë në vit, e jo vetëm në vikende për festa, jo vetëm një muaj në një stin, por qytet që ka energji, kultur, art e ekonomi, çdo ditë të lume të vitit. Të nderuar Prizrenas, qeveria e Republikës së Kosovës, buxhetin për vitin e ardhshëm e ka 4 miliard. E kena gjetë 2.4 miliard, e kemi bërë 4 miliard. 1.6 miliard kena shtu, do më thonë për 5 vjet, 2/3. Bruto produktin vendor, ekonominë e shtetit tonë, në vitin 2021 ne kena gjetë 7 miliard, vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard. Për çdo vit ka 1 miliard jem të jashtu ekonomisë tonë. Dhe në vitin e ardhshëm 1 miliard do të jenë investimet, shpenzimet kapitale, ndërkaq mandatin tonë të ardhshëm për 4 vjet, 1 miliard do t'i kemi për ushtrinë dhe 1 miliard do t'i kemi për prodhimtarinë. Të gjitha këto transformime të mëdha nuk duhet ta lënë anash Prizrenin dhe nuk do ta lënë anash Prizrenin. Ne do të investojmë në Prizren gjithmonë, gjithnjë, sepse ja kemi borxh këtë. Por gjithë shka bëhet shumë më shumë, shumë më shpejt, shumë më kollaj, kur e keni kryetarin, njeri të punës, të nderit e të dijes, qysh është ai i vetëvendosjes, Artan Abrashi, rreth të cilët janë bashkangjitur edhe komunitetet e tjera, edhe partitë e tjera. E tash, këtë buxhet të rritur,
ne nuk e mbajmë për shtet, ne e shpërndojmë në shoqëri. Konkretisht, në sektorin publik, në vitin e ardhshëm, me buxhetin ton, që tash e ka në dorë Kuvendi i Republikës, kush punon 12 muaj i merr 13 rroga. Në sektorin privat, pagën minimale që e kena pas 130 ose 170 euro, varësisht ai ki ma pak a ma shumë se 35 vjet, ju e dini që ne e kemi bo. Njerë 264 euro, tash është 350 euro, prej një janarit bëhet 425 euro, e prej një korrikut vitit arshët bëhet 500 euro, paga minimale në Republikën e Kosovës për sektorin privat. Por sektorin privat ne do ta mbështesim në të gjitha mënyrat, super puna për trit, super puna për gratë. Pastaj, me masat tona që shenë ato për 20% të principalit në kredit investive për makineri prodhuese, për panajire ndërkombëtare, sepse është dyfishuar eksporti, e deri tek ai 1 miliard për prodhimtari që e përmendëm për mandatin e ardhshëm. Për sektorin privat, pagën minimale, për shkak të kujdesit që kemi, e kemi bërë në 2 faza pra. 75 euro rritet paga minimale në fillim të vitit ardhshëm, e 75 euro të tjera rritet në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm. Në këtë mënyrë, ma shumë prodhojmë, ma shumë fitojmë, ma shumë punojmë, ma shumë investojmë, ma shumë reinvestojmë. Para qeverisjes sonë, qeverit e më parshme, janë sjellë thu se nuk ka nona e fëmijë në Kosovë. Thu se janë veç ato të familjeve tyne. Po Kosova i ka 400.000 fëmijë. E gjithta tash marrin shtesa për fëmijë që i kemi rrit 2 herë, e sfundmi në këtë mbledhjen e 273 të qeverisë, mbështetjen financiare, shtesat për fëmijë që kanë qenë 20 euro nëse i ke 2 fëmijë. Pra një familje me 2 fëmijë që i ka marrë 40 euro, tash i merr 50% më shumë, i merr 60 euro në muaj. Ndërka shtesat që janë për 3 fëmijë më shumë janë 30 euro në muaj, edhe ato i kena rrit 50% më shumë, i kena bo 45 euro në muaj. Do me thonë, një familje e cila i ka 3 fëmijë, i ka marrë deri tash 90 euro, tash do t'i marrë 135 euro, nëse i ka 4 fëmijë ka marrë 120 euro, do t'i marrë 180 euro, nëse i ka 5 fëmijë ka marrë 150 euro, do t'i marrë 225 euro, sa ma shumë fëmijë, as ma shumë shteti do t'ju qëndroj pronë e qeveria do t'ju ndihmoj. Por, natyrisht, ne nuk kujdesemi vetëm për nanët e fëmijët, po për të moshuarit. Ju e dini që pensionin bazik të moshës mbi 65 vjeç e kemi gjetë 90 euro, e kena bo 100 euro, e kena bo 120 euro, tash e kena bo 150 euro, dhe për 4 vjetë pensionistët e kanë marrë 5 herë mbështetjen e një hershme për 100 euro, që i bjen për 4 vjetë 5 herë e kanë marrë pensionin e 13. Ne do t'jemi për herë të pranë gjeneratave të moshuara, për të cilat kemi gjithë respektin, por që besa edhe nevojën për urtësin dhe për përvojën e tyre. Me Artan Abrashin këtu kryetar në Prizren, Prizreni e zaventson një kryetar të mos punës e të arrogancës dhe fiton një kryetar të vërtet fjalës e të punës ashtu si që meriton qyteti. Artan Abrashin e njeh qyteti, Artan Abrashi e njeh qytetin, por edhe halët e nevojat e tij, nga rrugët e lagjeve deri te komunitetet jo shumic e fshatrat e largta e të shumta të kësaj komune. Artan Abrashi sjell menaxhim përgjegjshëm, projekte reale të cilat derivojnë nga bashkëpunimi me qeverinë qendrore, ndërkaq ky kryetari aktual, s'po mujë me thonë onaj ditë po onaj orë, veç ka e qënë bugjetin ashtu të vogël komunës të bashkëpartiakët e ti si shëshpar. Prandaj ju lutem, bëjeni ndryshimin për hir të vetës tuaj e të fëmijëve tuaj. Nuk keni çka me pa
ma mirë prej këti që keni. Ma keq, shumë ma keq, s'keni nevoj me po. Po keni që ka me po shumë ma mirë, nëse ndroni kryetarin dhe zgjedhni Artonin. Tash s'fund me ju e ponë që të më Prizrenjën në bo bashkë edhe një herë PDK e LDK. Dikur thoshin se po bohen bashkë me zërë për interesat shtetit, tash po bohen bashkë nga frika kundër lëvizjes vetëvendosje. E kemi dëgju kryetarin aktual duke thënë se me këtë koalicion parazgjedhor këtu në Prizren po e trasojnë rrugën edhe për një koalicion në nivelin qendror nacional. Një rikthim të duetit, të qiftit LDK-PDK në qeveri qendrore. Të dielën e keni një mision të rëndësishëm të dyfisht. Ti tregoni shaqirtotaj që PDK e LDK nuk rikthehen qeveri kur më në Prishtinë e as nuk vazhdojnë me qeverisjen në Prizren. Shaqirtota i thotë se diploma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e ka është për menaxhim. Po krejt çfarë kemi parë në Prizren është menaxhim i dopt dhe arrogancë. Çfarë të bëjmë me atë diplomë kur s'ka asnjë rezultat, kur letra nuk bëhet realitet. Kjo puna e diplomës ti nga Amerika për menaxhim i përngjon atij këngëtarit që thanë ky është këngëtar po nuk kënon. Qysh këngëtari mos me kënu? Këngëtari është këngëtar pse kënon, jo pse s'kënon. Diplomat për menaxhim me menaxhim dopt mund është me i varë të shtëpia. Po Prizreni ka nevojë për menaxher të mirë e të ndershëm për punët e qytetit, për lidhjen me qeverinë qendrore, për të mirën e gjithë prizrenasve pa dallim. E ai është kryetari i ri Artan Abrashi. Politika e pushtetit të në Prizren është përjashtuese. Komunitetet jo shumicë mbeten jashtë planeve dhe qytetarët nuk kanë parë transparencë a llogaridhënie reale. Ai thirret për çdo palë zgjedhjen has, por hasjanët janë dëshmitar që ky kryetari prej hasit në Prizren për 4 vjet asnjë baski nuk e ka ngul në has që thot populli jon. Ai ka para për të investuar te pronat e shefit kabinetit, 3 milion euro për rrugët, por rrugicat e komunës së Prizrenit janë në kaos. Vetëm investime brenda kabinetit për dosta e jo për rrugët e Prizrenit e për rrugicat e shumta edhe të vendbanimeve përreth. Prandaj, dashur qytetar Prizrenit, vota për Artan Abrashin është vot për zhvillim, investime dhe projekte që ecin. Me Artanin, Prizreni nuk kontrollohet nga të jashtëmit apo nga politikanët që i shohin qytetarët si numra. Bashkë për Prizrenin që punon, që zhvillohet dhe që i jep mundësi çdo qytetari e çdo biznesi. Votojeni Artan Abrashin numër 105 për një Prizren më të fortë, më të bukur e më të bashkuar. Pas nesër, ju lutem, mos e lini votimin pas dite. E para, për shkak se na janë lajmëruar raste që me 12 tetor u është ndrruar qytetarëve vendvotimi. Para ditës votimit, secili prej nesh duhet ta di saktësisht ku voton. Ju mund ta verifikoni qendrën tuaj të votimit në webfaqen e KQZ-s, Komisioni Qendror Zgjedhor, dhe kjo është shumë e thjeshtë. E vendosni numrin e identitetit dhe datëlindjen dhe menjëherë ju del emri i shkollës dhe numri i klasës ku duhet të votoni të dielën e 9 nëntorit. Mos u nisni pa e kontrolluar. Mos rrezikoni të shkoni në vend gabuar.
të humni kohë apo të krijoni radhë të panevojshme. I marrim 30 sekonda për ta kontrolluar vendvotimin sot ose nesër për një proces të qetë pas nesër. E dim vendin, e dim kohën, shkojmë me siguri, shkojmë për të fituar, bëni gati dokumentin, kontrolloni vendvotimin dhe dielen votojmë të gjithë. Për ata që nuk janë shumë të sigurt me teknologjinë, kërkoni ndihmën e ndonjë antarit familjes, kolegu apo kojshie dhe po ashtu verifikojeni edhe një herë në KQZ se ku e keni sakt vendvotimin. Dhe krejt në fund të dashur qytetar, edhe një kërkesë për vëmendje të shtuar. Në këto zgjedhje duhet ta mbrojmë votën e gruas, sepse ajo është më së shumti e goditura nga votimi me asistencë, i cili shpesh nuk është ndihmë për kontroll. Të dhënat tregojnë qartë, në për komuna, shumica dërmuese e atyre që votojnë me asistencë janë gra, ndërsa shumica atyre që i asistojnë janë burra. Kjo nuk është rasti, ky diku ngjall dyshime të forta për presion. Kjo ka gjasa që është përpjekje për t'ja u marrë zërin grave. Por vota e grave është e drejtë patjetërsueshme dhe gjithashtu është votë e lirë dhe demokratike. Prandaj sot këtu themi qartë, asnjë dorë mbi votën e gruas. Andaj vigjilencë dhe mbrojtje votës grave nga gjithë komisionerët dhe vëzhguesit. E njëjta vlen edhe për gjithë tjerët që moshën apo gjendjen sociale ja përdorin për t'ja kontrollu votën gjoja me asistencë. Unë nuk them që dikush nuk ka nevojë për asistencë. Mirë po nuk mund ta kuptoj qysh në komunën Fqinjet Prizrenit, Malishev për shembull, mbi 1900 vota janë me asistencë. Kjo është jo normale. Andaj ju lutem të gjithëve, qytetar, komisioner e vëzhgues, vota me asistencë vetëm aty ku asistenca është e nevojshme. Aty ku asistenca është e qartë për qëllimin fisnik të lehtësimit të votës e jo të kontrollimit të votimit. E kësaj radhe, kur të shkoni në vendvotim, kur nuk e keni pas ma thjesht e ma qartë. Me 12 tetor kanë qenë 2 flet votime, njëri për kandidatët për kuvendin komunal, asambleistët e asamblestët, ndërka që tjetri për kandidatët për kryetar. Tash i keni vetëm flet votimin për kandidat për kryetar, janë 2 rreshta aty. I pari me numër 105, lëvizja vetëvendosje është Artan Abrashi, dhe i dyti me 100 fiu, nuk e di sa e ka numrin, është ai tjetri që nga 9 nëntori i përket të shkuarës. Prandaj kur shkoni në vend votim, kokën lart, shikimin drejt, të rreshti i par, Artan Abrashi, nuk keni pse të shikoni poshtë, kur shikon njeriu poshtë janë këpucat, drejt e keni Artan Abrashin aty me numër 105, dhe të dielën pra votojmë bashk, mobilizohemi masivisht, fitojmë bashk dhe pikrisht të shadrevoni edhe festojmë bashk. Sepse në Prizren, më të bukrin vend, e kemi shansin unik për kryetar për një mend. Artan Abrashi, të cilin e ftoj që nga mesi juaj të dalë para jush e t'ju drejtohet me fjallin e ti në këtë tubim përmbyllës para fitores historike në Prizren. Faleminderit shumë për vëmendjen, pjesëmarrjen, kontributin e punën që bëni. Natën e mirë e mirupafshim.
Mi mbroma Prizren, përshëndetje gjithë ju qytetarë që sot na keni begatuar këtë takim me të bim me pjesëmarrjen tuaj. Ju faleminderit përzemërsisht. Shumë i nderuar ish kryetari i komunës profesor doktor Myter Askuka, i nderuar deputet i Kuvendit Kosovës dhe kryetari i listës Guxo doktor Axhi Abdyli, shumë i nderuar kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Dekan Prizren Besnik Krasniqi, shumë i nderuara zëvendës kryeministre, deputete dhe kryetare e NDS-it zonja Emilia Rexhepi, i nderuar shef i shtabit zgjedhor dhe deputet i Kuvendit Kosovës miku im Armë Rexhaj, shumë i nderuar sekretar organizativ zotëria Alim Rama i Lëvizjes së Vendosje, kryetare e Alternativës dhe deputete Kuvendit Kosovës Mimoza Kusari Lila, shumë i nderuar deputet i Kuvendit Kosovës zotëri Albert Kinolli dhe i nderuar kryetar i LPRK-s zotëri Erxhan Galushi, zëvendës ministër i shëndetësisë zotëri Arsim Berisha, gjithë ju musafir që jeni sot këtu, në veçanti një mysafirit special që sot na ka nderuar me prezencën e tij, kryetarit të komunës së Tetovës zotëri Bilal Kasemi, faleminderit shumë i nderuar që sot je këtu me ne në Prizren, dhe i nderuar kryeministri i Republikës Kosovës, kryetari i Lëvizjes së Vendosje Albin Kurti, mirë se erdhët gjithë në Prizren. Dashur qytetar e motra e vëllezër, sot jemi këtu në fundin e një rruge të gjatë, të ndershme, të guximshme dhe me plot përkushtim. Një rrugë që kemi bërë bashk, derë më derë, lagje më lagje, fshat më fshat. Por sonte nuk është fundi i një fushate. Sonte është fillimi i një kohe të re për Prizrenin ton. Kam hyrë në këtë garë me një qëllim të vetëm. Ta kthejmë Prizrenin në qytetin që e duam të gjithë. Një qytet që kujdeset për çdo njeri, që punon për çdo ditë dhe që frymëzon çdo cep. Në këtë javë kam parë shpresën në sytë e qytetarëve tonë, në buzëqeshjen e fëmijëve, në duart e punëtorëve, në krenarinë e mësuesve dhe në forcën e të rinjve tonë. Kam parë një Prizren që është gati për ndryshim. Prizreni 365 që kemi prezentuar si program nuk ishte vetëm një program. Ai është një premtim. Është një premtim që qyteti ynë do të funksionojë 365 ditë në vit. Për çdo banor, pa dallim moshe, gjinie, lagje apo fshati. Do të kemi një Prizren që kujdeset 365 ditë, pra me shërbime të ndershme dhe të barabarta. Një Prizren që funksionon 365 ditë, me një administrat që punon dhe jo një administrat që vjell. Një Prizren që fiton 365 ditë, me ekonomi që zhvillohet dhe rini që krijon. Dhe një Prizren që frymëzon 365 ditë, ku kultura, sporti dhe tradita bashkohen në një qytet që rrezaton jetë. Por sonte, dua të ndalem në diçka që e bën këtë fushat vërtet të veçantë. Kjo nuk është vetëm një garë e një partije. Kjo është një bashkim i njerëzve të mirë, i forcave të përgjithshme, i zemrave që duan Prizrenin. Në këtë rrugë të ndryshimit, neve na jam bashkuar për krah. Partia NDS e përfaqësuar nga zonja Emilia Rexhepi, Besnik Krasniqi, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Zafir Berisha, kryetar i Bashkimit Demokratik në Prizren, doktor Axhi Abdyli i listës Guxo, Albert Kinolli nga Partia e Romëve të Bashkuar të Kosovës, Erxhan Galushi nga Lëvizja Përparimtare Rome e Kosovës, Dega Alternativës në Prizren. Pra, ky bashkim i jep kuptim fjalës Prizren. Një bashkim shumë partijak e një bashkim shumë etnik, ku shqiptar, bosnjak, turq, rom, të gjithë qytetarë që duan këtë vend janë krah për krah, për një të ardhme të përbashkët me dignitet dhe me punë të ndershme. Të dashur qytetarë, ne
kemi një detyrë të madhe përpara. Me 9 nëntor të dalim masivisht në zgjedhje. Asnjë vot të mos mbetet në shtëpi. Asnjë zë të mos hesht. Sepse çdo vot është një gur themel për ndryshim, për Prizrenin që duam, për të ardhmen e fëmijëve tonë. Me 9 nëntor nuk votojmë vetëm për një emër apo për një parti, votojmë për ndershmëri, votojmë për punë, votojmë për dinjitet. Dalim të gjithë me zemër e me bindje, sepse vetëm një qytet që voton, fiton. Unë dua t'ju drejtom edhe me mirënjohje të thellë musafirëve tonë të nderuar, përfaqësuesve të koalicionit dhe miqve normalisht që janë sonte këtu me ne, po veçanti edhe njëherë dua ta falenderoj mikun ton të çmuar, kryetarin e komunës së Tetovës, zotri Bilal Kasami, i cili si dëshmi që është këtu e gjallë se kur bashkohemi projektet e mëdha bëhen realitet. Rruga Prizren-Tetov nuk është më një ëndër. Është një projekt që po bëhet një urë që lidh zemrat e dy qyteteve vllazërore. Një rrugë që do të sjellë zhvillim, turizëm dhe bashkëpunim të vërtet mes njerëzve tonë. Faleminderit Bilal Kasami, faleminderit të gjithë miq që erdhët për të na dhënë kurajo, sepse bashkimi është forca jonë më e madhe. Kundërshtarët tonë kanë pasur vite për ta bërë këtë qytet më të mirë, por ata e humbën mundësinë, sepse nuk e deshën Prizrenin sa duam ne. Ne nuk premtojmë mrekulli, por premtojmë një gjabë, përkushtim, dërshmëri edhe punë. Ne nuk do të lëmë askën pas. Do të punojmë për çdo familje, për çdo lagje, edhe për çdo fshat. Do ta kthejmë komunën në shtëpitë e qytetarëve dhe jo në zyrë të klaneve ku bëhen pazare në kurriz të interesit publik. Sonte nga ky tubim i fundit për këtë fushat, nga zemra Prizrenit, të dashur qytetar, ju ftoj që më 9 nëntor ta bëjmë historinë bashkë. Të votojmë për një Prizren që për një me meriton më shumë, të votojmë për ndryshimin që nuk ndalet, të votojmë numrin 105. Bashkë për Prizrenin, ju faleminderit dhe miru pafshim në festën e fitores së madhe që do ta kemi pikërisht në këtë qet, pasi të numërohen të gjitha kutit, pasi të numërohet çdo vot, e që shumica do të jetë vot e ndryshimit për Prizrenin tonë. Unë Artan Abrashi, kandidat për kryetar komunës Prizrenit, dhe nëse do ta kem besimin tuaj, kryetar i ardhshëm i Prizrenit, gjithmonë do të jem në shërbimin tuaj dhe me vetë faktin që sot ndodhem para jush këtu, është deri më i madh që kom pas në gjithë jetën time. Ju faleminderit shumë dhe miru pafshim në fitoren e madhe.